Gurabes është vendi ideal për meraklit e peshkut në poslesh të Prizrenit. Ky vend bën kultivimin e peshkut të llojeve të ndryshme, por sa lloje të peshkut ka, sa është profitabil ky biznes e sa ja vlen, do të mësojmë në vazhdim, pasi që do të marrim disa informacione me pronarin e këtij biznesi, Enes Islamaj. Ju e keni biznes familjar, apo? Po, biznes familjar, jemi komplet me familje. Keni këgjë ku gjatë këtë biznes? Po, goxha shumë nëna që 20 vite gati. A është profitabil? Po, me babë, me aq, jem të agjës, familjar jemi komplet, kemi edhe 3 punëtorë kemi tjerë. Nuk është domethënë edhe aq i lehtë atë ky biznes, se uji është nga gura e poslisit e njohur për vjen pe burimit gurës vjen. Sa do më ka temperatura? 9 gradë domethënë është e parapome më kanë temperatura ujit. Qa bëhet dimit ose verës ku ka temperatura të larta? Nuk e kam problem, domethënë është temperaturë një, sikur verë, sikur dimit, çaj temperatura është, nuk lund temperatura ujit. Peshin e ban të mirë ushqimi apo uji apo çka veçan peshku? Dyat bash, pak edhe uji, po pak edhe ushqimi. Se ka edhe shumë lloje tjerë ushqim, po ky na ka dalë aty goxha më mirë se tjerë. Pra nga kjo ushqimit? Po, në barë, po. Pastaj edhe është pak edhe vlira ndryshmimin e ka ndryshe, prandaj ka dalë është pak më i mirë ushqimi, po edhe më shumë varet te uji. Uji domethënë është i mirë. E ky uji pra i gurës poslisht ujit është uji mjaftueshëm dhe i mirë për këtë lloj peshqi që ju kultivoni. Zakonisht para ditën ju ushqy. Tash nuk ka nevojë për ushqim, po a mund të ndodhë që peshqit në hangër shumë ushqim? Po, nuk ka kufi, nuk duhet biçi shumë ushqim se mund më bllokua, dhe mund me ngor. O e kemi para po me samiqit. Nuk e kemi shumë të lashë, se ja dim. Apo se nuk vetë sa peshqi mund në humbën? Bord është 1.000, 2.000 copa, 3.000 copa, po, qëtë pjesë. Këto bazë, po. 10.000, 15.000, në barë. Sa është bje tjesa peshqe, sa jetojnë? A jetojnë gjatë? Jetojnë deri 8 vite, 10 vite. 8 vite? Po. Ta lloje që ju i kultivoni dhe më thonë jetojnë deri 8 vite? Po, 8 vite. Varët, atë në këtë që shështërëvët. A për shumë këto flakat ose frukta që jetojnë, po shka shërbejnë të? Këto zakonisht i përdorin verës, se domethënë verës ka mjaftu shumë ujë, edhe i përdorim domethënë 6 muaj deri në 7 muaj, se për ndryshe atë nuk ka kapacitet të ujit për oksigjen mjaftueshëm për peshqit. Gura është e njohur që ka ujë të mjaftueshëm. Po. Por pas ka situata që s'po ky ka punë bashkë. Jo, nuk kryen. Rritjen e ka shumë ngadalshme kështu. Ku të ngadalshme sa vjen? Shumë, domethënë për shitje del gati 2 vite domethënë. 1 vjet e gjysmë deri në 2 vjet. Nga ku shkoj ka? Shkon gjatë se në bardh edhe pak e ushqimit, në bardh edhe pak e ujit. Dhe ose çfarë lloji janë ta? Ky është i Kalifornisë. Po. Është troftë edhe kjo, po është domethënë lloj tjetër është. Edhe ky domethënë e ka njëjtin shije ka. Ane janë të vegjël janë. Si shpeshini këtu, kjo është peshqi Kalifornisë është. Kjo është për shumimin e peshqve që bëhen një në vit. Peshqa këti është 2 kg deri në 3. 2 deri në 3? Po. Ta bëj shumimin, po? Po. Për të bërë kaq shumë i madh, zhotja e këtij peshqit ka qenë deri 5 vjet, 6 vjet. 5 vjet? Po. Edhe ky njëjti është. Ky domethënë është për shumim që bëhen. Kurse ky tjetri është peshku i artë i Valbonës. Ky është peshku i artë, a? Sa është pak, nuk është lehtë aty me mbajt. Do më ka rrezikshëm. Sa ato zakonisht rrin më shumë ka fundi rrin. Mufshë e morni ja. Çe gjeta. Kjo është peshk natyral është. Është pikat huqe, si që peshqin e vetë.
Pesha këti është 1 kg deri në 2. Si shpeshin edhe pikat të ku i ka. është një ngjyrë natyrale. Kjo është kamioni për transport. Transportin, a? Po. Kjo është peshku të gjallë. Peshkun e gjallë, do të thotë e dërgojnë me këta. Do të thonë ka kërkesa edhe për peshk të gjallë edhe të gatshëm. Po, edhe restorante që i kanë edhe bazanet e vet, që i furnizojmë na. Edhe ja u dërgojmë domethënë me këtë kamion. Dhe ato frizo pasi. Po, e ka oksigjenin, e ka, po. Është me oksigjen komplet, sa pa oksigjen. A mund të shkoni po? Po. Me oksigjen. Po, kjo është oksigjen O2 për peshqit. Jo. Është bën ngarkimi me peshq. Ngarkimi bën ti qesim me konta ashtu me ujë gjallë aty. I moti mirë, tani i qesim këtu i dërgojmë. Nuk është shumë e vështirë domethënë me bën ngarkim. Po, lash kërkesa më shumë, është me gjallë apo me? Jo, më shumë është kërkesa kështu. Gatshëm. Jo të gjallë. Po shasi jo gjithë restorantat i kanë zinat e vet, edhe kanë ku më me. Jo. I kemi edhe makinat e klasifikimit. Kjo është makina e klasifikimit, kurse kjo tjetër është turbina këtu si shpeshini. E kemi edhe makinën që e bën të rreqim mirë, domethënë pe ujit. A funksionon sa në rrymë këto? Po, këto makinat janë komplet domethënë janë me rrymë, trafazor janë. Ky ushqim është akua, vjen nga vendi i Austrisë. Ka përbërje, shumë përbërje ka brenda atij. Gjithë llojet e peshqeve është ushqim i njëjtë. Po, është ushqim i njëjtë për të gjithë. Me 2 herë në ditë, a? 2 herë në ditë. Zakonisht edhe 3 herë, po në varë tani atë qysh është rriti atina. Ata shumë i shpjeçet? Gjani frek haja. Ja. Që mund është e prej ku kom në dorë të. Ha, do vëmë, nuk jenë të rezikshëm, a? Jo, goxha të butja. Kamermoni ka hëbi pak. Që ka të... Po i shumë edhe disa me ngjyrë pak tjerë. Po. Sa llojet peshqeve i kultivojnë? I kultivojmë domethënë 3 lloje peshqeve. Kjo është peshk i artë, peshk i Valbonës. Kurse ky tjetër është peshk i Kalifornisë.